Revolucioni musliman në SBA, El Sayed fiton primaret në Michigan, sfidon establishmentin demokrat. Krau progresist i Partisë Demokratike të Shtetit Bashkuar ka shënuar një fitore të rëndësishme politike pasi Abdul El Sayed ka fituar zgjedhjet paraprake të Senatit në shtetin e Michiganit, duke i dhënë një shtys lëvizjes anti-establishment përpara zgjedhjeve të mes mandatit të nëntorit. El Sayed, i cili u fokusua në çështje si kujdesi shëndetësor, ekonomia dhe kundërshtimi i ndihmës ushtarake pa kushte për Izraelin, u bë kandidati i parë progresist që fitoi një garë paraprake në nivel shtetëror në një shtet që presidenti Donald Trump i fitoi zgjedhjet presidenciale në vitin 2024. Në zgjedhjet e nëntorit ai do të përballet me ish kongresmenin republikan Mike Rogers. Fitoria e El Sayed konsiderua një test i rëndësishëm për drejtimin politik të demokratëve dhe përplasjen mes kraut progresist dhe atij të moderuar të partisë. Ai imposhti me diferencë të ngurtë përfaqësuesen demokrate Haley Stevens, e cila kishte mbështetjen e drejtuesve tradicional të partisë dhe grupeve pro-Izrael. Pas shpalljes së rezultatit, El Sayed reagoi në rrjetin social X me mesazhin "Parat jashtë politikës, parat në xhepat e njerëzve, Medicare për gjithë", duke përmbledhur disa nga pikat kryesore të fushatës së tij. Gara në Michigan u kthye në betejë të drejtë për drejtë me qëndrimit ndaj Izraelit, një çështje që kanë ndarë demokratët në disa zgjedhje paraprake gjatë vitit. Ndryshe nga garat në zonat tradicionaliste liberale, kjo përballje kishte rëndësi në veçanti pasi Michigani konsiderohet një shtet i lëkundur politikisht dhe një zonë kyçe për kontrollin e Senatit amerikan. Stevens kishte përfituar nga mbështetje të mëdha financiare, përfshirë $10 miliona shpenzime nga një super PAC pro-izraelit, ndërsa mbështetësit e saj argumentuan se ajo kishte më shumë mundësi për të fituar në zgjedhjet e përgjithshme. Nga ana tjetër, analistët vlerësuan se një faktor i rëndësishëm në favor të El Sayed është komuniteti i madh arabo-amerikan në Michigan, një nga më të mëdhenj në SBA, ku pakënaqësia ndaj politikave të Izraelit është rritur pas luftës në Gaza.